T'ju them të drejtën, më pas ka marrë malli edhe mua të kem këso lloj informacionesh. Pa pritur e pa kujtuar, siç thot populli jon, apo surprize plot, siç thonë ekonomistët në Gjermani. Industria gjermane ka shënuar një rritje të porosive në dhjetor prej plot 7,8% krahasuar me një muaj më parë që nuk e ka pritur askush. Kjo është rritja e katërt me radhë në 4 muajt e fundit, që për ekspertët është një sinjal i qartë se ekonomia gjermane po rrimë këmbë, të paktën në aspektin industrial. Këtë rritje prej 7,8% krahasuar me një muaj më parë nuk e ka pritur në fakt askush. Ekspertët kishin parashikuar madje një rënje prej 2,2% të porosive. Ndaj, edhe befasia pozitive është vërtet e madhe në të gjitha qarqet ekonomike. Zyra Federale e Statistikave në Wiesbaden pohon se kjo është rritja më e madhe e porosive për industrinë gjermane që nga dhjetori i vitit 2023. Ju kujtoj se edhe në nëntor të vitit të kaluar është shënuar një rritje e porosive në industri prej plot 5,7%, që do të thotë se brenda 2 muajve porosit janë rritur për 13,5%. Më së shumti janë rritur porosit brenda vendit, por ka pasur edhe shumë porosi nga vendet e huaja. Ndërsa, sa i përket degëve të industrisë më së shumti ka pasur porosi në sektorin e mbrojtjes, por rritje ka pasur edhe në fusha të tjera. Ekspertët e ekonomisë shpresojnë se kjo është vërtet një kthes serioze, një pikë kthes, siç e quajnë disa prej tyre madje, dhe serimëkëmbja e industrisë do të vazhdoj e t'ju kujtoj që industria është një prej degëve më të rëndësishme e ekonomisë gjermane. Ekspertët thonë se falë përmirësimit të prodhimit industrial në Gjermani, një vrull pritet edhe në rritjen e përgjithshme ekonomike. Vetë fakti që janë rritur porosit në industri, natyrisht që nuk do të thotë si janë rritur edhe prodhimi dhe ekonomia, por ekspertët thonë se Gjermania duhet të bëjë gjithçka që të shfrytëzoj këtë moment pozitiv dhe të bëj një rikthesë drejt zhvillimit ekonomik. Një problem serioz natyrisht është rënja e porosive në industrinë automobilistike me 6,3% gjatë muajit të kaluar, por pas marrëveshjeve të fundit me Indin dhe pas këtyre zhvillimeve në degët e tjera shpresohet se edhe në industrinë e automjeteve do të ketë një kthesë. Por të mbetemi tek lajmet pozitive. E lajmi më i mirë është rritja e porosive tek industria metalike, për shembull, prej 30,2% gjatë vitit të kaluar. Ndërsa tek kompanitë e inxhinierisë mekanike ka pasur një rritje të porosive prej 11,5%. E siç e thash, rritja mesatare, pra e porosive, ka qenë me 7,8% gjatë muajit të kaluar. Por mos t'ju lodhi me shifra të tepërta, në përgjithësi mund të thuhet pra se në dhjetor ka pasur befasira shumë të mira nga industria gjermane, e me kaq thjesht po e mbyll këtë video sepse kësaj here nuk dua të flas për asnjë lajm negativ. Të paktën jo në këtë video. Faleminderit dhe mirupafshim.